Goldyshin kur e kom qu, ka qenë dikon mosha 16 vjeçare, po s'ka boshe, 16 dikon ma shumë s'pesoj që kom pas. Edhe ato konë interesant se ka qenë shumë spontanske, dhe puna vllavët, do isha mja marrë kerën, se sa pa ta mësu me vozi. Edhe ke jas për merë, ja këtë jetë ku hinje ku dëll, tash ani do shmë më shkel për me shti kerën mrena. Edhe tash, pane, tu menu që është kam bajgare me mu, e vllai Shmeti kisha hapsyt, e nole kerën, tash leme më zbajgare, po vëllajnë. Edhe qatë, do me thonë tane që e kena pas provu për në dytën herë, e kena pas incizu me një Rexal, kon këtë herë, qenin, qështu, me një kamerë, edhe aja konë, do me thonë sfida e parë që ka fillu, edhe besej që konë njëri parë, që sa ku mojtë me hullumtuane, në këtë sen, kom qenë njëri parë që kom nalë Goldyshin botë. Deri në vitin 2011, nuk ka pas video të e nalë dikush veturën. Pasi u bo publike për mes klanit, do me thonë, atëherë, kur bo virale, që kjo u shku, bovakish çdo një vit e gjys ka shku viralitet, kjo video. Edhe, pastaj pa të në fillu edhe tjerë të dikon dë ka Qeqenia, dë ka onë tjera. Besha edhe dë Kosovë, dë shukët mirë, ata kanë përvu e kanë nolë. Po pastaj, si lindi dëshira për këtë sport, si mendove ti si fëmi pecek që çdo herë ke pas dëshirë me qu pesha trona, po pastaj si mendove që kjo t'jetë një lloj gare për ty? Po, edhe sa ka qenë vështirë, sa t'kam përkra njerëzit? Une momentin kur më pyti njëtin pyetja i juris më bën këtë pyetje, thash, fillimi jam kur une e kom fillu me bo garen, edhe kjo i e gjenisit, atin për më bën një lloj si në pyetje, që është për shikueshmërinë e procesane, thash herën e parë kur kam fillu e kom pas një person. Vllaun, do me thonë, shikueshmëria e parë, njeri i parë, do me thonë që më ka pas të qesane, ka qenë vllaun, një person. Po me kalimin e kohës, do me thonë, kanë interesimi qasë i madhë, sidomos me Golddysh, u kanë interesimi shumë i madhë tek njerëz. Pastaj prej atuit, kom marrë pjesë në garat Kosovës, është mbajt gara Kosovë, powerlifting quhet, për Kosovë e Shqipni, edhe aty më shpall 2 herë gjys kom pjenë. Edhe pastaj pata emigru për Francë, po gjithmonë kontakt me vllaun, edhe gjithmonë më jep këtë ide. Në shembull, njëna për ideve ka qenë me ngrit traktorin, ka qenë ide e vllaut. Edhe më thonë, 4 vjetë kem prit, për me ardhur në Kosovë, mas 4 vite për me bo atë sfidë. Po në Francë e pa ta bo edhe 2 sfida, mësa bosha, 2 apo 3 sfida. Njëna sfidë ka qenë kur e kom qit kerën në krah, kom hec me ta një 19 metra. E dyta sfidë ka qenë kur e kom hik kerët për fund edhe kom bë bench press quhet aja. Edhe sfida e tretë ka qenë, sfida e tretë ka qenë, do me thonë, kur une e kom ngrit prap veturën e shokim e ka ndrru gomat, edhe e fundit ka qenë kur une kom bë squat me kerr. Do me thonë, kjo ka qenë. E pastaj kur jom kthyer në Kosovë, e kom bë me traktor. Do me thonë ka qenë dikon një pesha 1500 dhe 1700 kg, kur e kom ngrit traktorin. Sa dohet më përgatit për një garë të tillë? Unë të tregova më herët e ceka që në trup tamin kam shumë energji. Ka bova ki që në mbrana dite si kom bot 4 lloj rekorde me pesh për mbi 1000 kg. Për shembull, njëna ka qenë në 2000, me vite nuk me cek ose po harroj, po si do që tjetë janë videot, e kom ngrit traktorin 1400 apo 500 kg, i cili ka qenë pa kabinë. Kom pushu pak, pastaj e kom ngrit traktorin 1700 kg me kabinë. Pastaj e kom ngrit prokolicën, rimorkjen, nga mrapa që aja është të më thonë dikon 900 kg, edhe e kom ngrit rimorkjen nga para. Do më thonë, imagine 4 sfida mrena ditës. Çfarë trupi do të më kom për mi përballu gjithë këto sene.
E ka është të më thonë shpesh dhuntia e Zotit, që kujt do një jep, kujt do s'e jep. Po, sa dohet përgatitje me ushqim këtë pjesë, sa dohet me qeni kujdesshëm, keni ushqim të caktuar që ushqeni, për shkak se dohet një forcë e jashtëzakonshme. Unë, sa i përket ushqimit, unë ushqimin që e konsumoj mas shumti, edhe për më mjep forcë, edhe për më u përgatit është mishi, kuptohet, po tash unë kam edhe një fat që bashkëshortja ime e ka përfundu, domethënë edhe ajo shkollën për dietë, edhe për ushqim. Dietologa. Po, edhe aja domethënë merret sa i përket këtë çështje të ushqimit, çka ka me ushqim, domethënë që unë dona me pas forcën, edhe me pas nivelin e duhur strikt që thonë, aja domethënë mi ka përgatit sa kam qenë domethënë në Zvicër. Po gjatë fëmirisë, domethënë derisa pa dalë në Francë, kuptohet nana. Tash në momentin kur jam Me dalë. pitë flia. Po, jo, edhe shpjone gjithmonë mishin e kam konsumu. Kur një temën e ka bova ki edhe më cit mu fli, kanë cit fli, po edhe mishin në dashnë në tjetër. Po më intereson sa konsumon mesh mrena dite. Mas shumë të dikon e kom ngronë, për një herë që i kom hongër, dhe më thonë, kanë qenë dikon 2 kg 700 gram. Një vend. Një vend që i kom hongër. Po çdo herë 3 herë ushqesh kështu? Tash, për shembull, kur han njëri ushqim, minimum 1 kg ditje po. Do e kom hongër, për shembull, ka bërë ose 3 herë 4 herë ditje kom hongër mish. Po çfarë mishi bëhet fjalë? Mish lopës, mish kush. Këta, do të thonë, kjo është ushqimi jam se unë s'pa Po mish të pulës, të peshkut? Mishit pulës, vallaj, nuk ma konash. Ja. Janë dekrat, që i thojnë krat pulës, ata po. Po kështë shumë herë më pyesin sa pula më nësh mi hangër. E që ka orë mundësia mju ka rrë që pula së i ha. As i pulës e ha. Se zdi nuk mëna me hangër ushqimin e pulës, dhe që më duke shumë i tertë. Amo misht lopës, misht vishit po. Po bukë të bardhë konsumon? Për para, kom konsumu, po tash jo. Ka babaki me muj që nuk ha bukë. Që të regova, bashkëshorta për shembull në bën specialitetin orez, frita, mesh, që s'ka që nuk ki nevojë me hangër bukën ish. Po sa është për ty vështirë kjo që të ushqehesh shumë edhe të njëjtën kohë duhet patjetër energjinë me shpaz, se nëse mrena dite konsumojmë 1 kilogram mesh, ajo me të vërtet do të me bo një lloj fitnessi bage shumë, për me tret atë pjesë. Njëjtën kohë merresh edhe me fitness, a vetëm qënë veç pesha trona? Ja, me fitness, kuptohet. Fitnessin e kem minimum 4 herë në javë që ushtrojnë fitness. Se pa i forcu edhe muskujt të nuk mundesh mi ngrit gjithë të pesha, se kërcet. Po fitnessin cilin e bën, është fitness pak më ndryshe, do me thonë punoni ma shumë me pesha, apo fitness si gjithë tjerë që bojnë? Unë tash në varet për fazës që kam. Për shembull, sepse kam sikur këtë rekordin tash që e patëm është faza kur duhet mu përgatit me pesha trona. Do me thonë 200 kg, 300 kg, 500 kg, 700 kg, për me forcu do me thonë trupin për me ta bojt qatë pesh. Po ka për shembull raste kur nuk je shumë në formë, po kupton edhe nuk je tu përgatit për diçka dhe e gjon një pesh mesatare. Po. Vetëm sa për me